Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar të jemi të dobishëm. Dhe thot pejgamberi, thot njeriu më i dashur tek Allahu është ai i cili u sjell njerëzve më shumë dobi. Andaj nuk ka rëndësi se në çfarë forme do të përdoresh për mi ndihmu njerëzve. E rëndësishme është që të arrihet qëllimi, ndihma të arrihet tek njerëzit të cilët kanë nevojë. Qoftë të ndihmosh një të sëmur, apo një të varfër, apo të ushqesh një jetim, apo më së paku t'ja ledhatosh kokën e atij jetimi, apo të largosh që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të largosh një të keqe, një pengesë nga rruga, një gurri diku në rrugë me largu, je duke udhëtuar me makinë, ta mundson Allahu azza wa jall ta fitosh sevap edhe duke vozitur. E sheh një gurri, largoj atë gurri që dikush i cili vjen pas teje, mos të dëmtohet. Edhe kjo shënohet tek Allahu azza wa jall, sikurse me pas dhënë sadaka me ndihmu dikën me para apo me ushqim.